Të dashur shqiptar gëzuar, dua të them të vërtetën që këto filma i kam bërë të gjitha për veten time, sepse unë nuk mund ta besoj vetë që i kam bërë këto zbulime. E shikoj një film disa herë dhe them si ka mundësi. Është e pamundur. Dhe një nga këto zbulime është bërë sot, krejt papritur, ndërsa po shikoja filmat e një mësuese greke që quhet Aleksandra në internet. Dhe ajo përdor shpesh shprehjen i ati. Ka kuptimin sepse, ja pse. Është një lloj si në gjuhën shqipe. Ja ti është në shqip ja pse. Thash me vete, po ç'është kjo gjë? Ja shkruhet gia në gjuhën greke, po shqiptohet ja. Dhe shkëshu në gjuhën arbreshe. Kam emocione shumë të forta. Pra duke parë filmat e kësaj vajzës, Aleksandra, të cilën e pëlqej shumë, sepse shumë e zgjuar, e kuptova çfarë është ja. Gjehet në gjuhën arbreshe, por ekziston edhe në gjuhën e Gjirokastrës. Por është dhe varianti javo dhe jato. Nga që është varianti jato i Gjirokastrës, e kuptova se çka ka ndodhur. Varianti i Gjirokastrës e ka marrë këtë nga gjuha e minoritarëve, e grekërve. Jato është përngjitja e pjesës së trajtës së shquar të emrave asjanës në greqisht. Merrni frymthell. Ky është varianti jato i Gjirokastrës. Por çfarë është javo? Do ta dish mirë greqishten. Ti je specialist i gjuhës greke. Në gjuhën e Gjirokastrës, javo është krijuar v-ja për të zhdukur hiatusin midis variantit grek, jao. Përsëri duke parë këtë mësuesen Aleksandrën, vura re që ajo e përdor fjalën jao. Ç'është kjo? Jao. Dhe ajo shoqëron jao ti. Ka kuptimin ja, kjo që, fjalë për fjalë. Tani çka ka ndodhur? Kjo quhet dukuria psilosis në greqisht. O ka qenë në gjuhën e Homerit ho, dhe është asnjansi me kuptimin ky, kjo, këtë. Në gjuhën e Homerit nuk përdoren format e trajtës së shquar dhe Homeri përdor ky, kjo, këta, këto, që grekët nuk e përdorin. Gjuha greke ka marrë këtë nga gjuha e Homerit. Nuk ka qenë në greqishten e lashtë varianti i atikës. Kjo është futur në greqishten moderne nga gjuha e Homerit, si huazim. Ka hyrë dhe në gjuhën shqipe. Pra ja o ka qenë ja ho. Në fakt, ja e greqishtes shkruhej eja dhe ka kuptimin eja, si në shqip, edhe në greqishten e vjetër, edhe në gjuhën e Homerit. Nga kjo forma eja këtu është formë thirrse. Ka mbetur pra në gjuhën greke ja, edhe në gjuhën shqipe ja, dhe kjo forma e neutrit ka hyrë në gjuhën shqipe, edhe forma ho, që është e Homerit, por edhe forma trajtës së shquar to, që është e greqishtes së atikës. Pra është kombinuar gjuha e Homerit dhe greqishtja e atikës dhe ka dhënë greqishten moderne. Pra,
greqishtja moderne përdor dhe variantin ja to edhe ja o, me kuptimin ja ajo që. Nuk të shkon në mendje një gjë tillë në botë, sepse askush se di që në gjuhën greke janë shkrirë të gjitha dialektet e lashta, që ishin 26. Pra do t'jesh specialist i mirë i greqishtes që të kuptosh shqipen. Ndryshe se kupton. E Qerem Çabej kujtonte se kishte forma thirrori të shqipes, ja o dhe ja vo. Jo. Kjo është forma e trajtës së shquar kjo në gjuhën e Homerit, në Iliad dhe tek Odisea, që nuk përdoren nga grekët, por e kanë marrë nga Iliada dhe Odisea dhe kanë futur në gjuhën e përditshme me qëllim. Vetë grekët kanë shkrirë dialektin e Atikës me dialektin epik të poemave të Homerit. Dhe ka hyrë kjo edhe në gjuhën shqipe, aksidentalisht. Ta shikojmë bashk. Mar nuk ta merr mendja, nuk ja ka marrë mendja as Joklit, as Majrit, as Pedersenit. Tashti, duhet të them një gjë. Këtë filmun e kam bërë më përpara dhe mendoja se vinte nga gjuhët slave, java, që do të thotë shfaqje, sepse ngjan shumë me javo të Gjirokastrës. Po në botë nuk më shkonte në mend që greqishtja ka marrë një element gramatikor të Iliadës që nuk përdore në gjuhën e përditshme. E ka futur në greqishtën moderne dhe kjo ka hyrë në gjuhën shqipe. Nëpërmjet dialektit të Gjirokastrës, dialektit të Çamërisë, Arbreshët e kanë, ka hyrë dhe në shqip. Nuk arrit dot ta perceptoj se si e rrita ta bëj këtë zbulim. Do shikoj këtë film disa herë vet. Madje unë i ndryshoj këmishat me ngjyra të ndryshme që ta di me cilën ngjyrë kam bërë cilin film. Dhe ju lutem indeksoni të gjitha zbulimet e mia, sepse duhet një kohë shumë e gjatë për t'i hedhur në letër. Unë i kam bërë këto duke pirë kafe. Janë filma të pa edituar, filma të pa redaktuar. Siç më kanë ardhur në kokë, ashtu kam nxjerr, pastaj duhen hedhur në letër dhe duhen botuar nga ju. Falas, merreni, përdorini në TikTok ku a kam falur të gjithë këto filma. Unë këto filma i kam bërë për vete, sa unë se besoj. Vetë nuk e besoj se si e bëra këtë zbulim. Nuk e di, ndoshta kjo kafja është shumë e mirë. Nuk e di se si e bëra këtë zbulim. Është zbulim madhështor. Shikoni, se do të kesh shumë fantazi ta bësh këtë zbulim. Të dashur shqiptar, do të kesh një fantazi mbi njerëzore ta bësh këtë zbulim, sepse kjo është përdorur në neutër tek Homeri. Ta shikojmë? Ja, kjo është forma ho, emërore. Kjo formë zhduket hëja nistore në greqishtën moderne dhe mbetet o. Dhe përdoret në gjuhën greke ja o plus ti që do të thotë çfarë, dhe kjo hyn në gjuhën shqipe në formën javo. Tani do të rregoj unë se nga vjen fjala ja e shqipes. Do ta gjeni këtë shpjegim në fjalorin e Perseut. Dhe aty është shprehja e bukur eja dhe, është një lloj si në shqip. Eja de. Një lloj. Pra eja këtu de, çfarë përpret de. Pra në gjuhën shqipe është de, do ta shohim këto në një film tjetër, e zbulova krejt rastësisht. Në gjuhën greke është dhe. Eja dhe. Eja këtu dhe është një formë thirrore pra. Dhe nga kjo eja, nga kjo thirrori ka dalë pikërisht varianti ja i greqishtes, është dhe në shqipen e arbrishtes, edhe në shqipen e Gjirokastrës, dhe është për të luajtur nga mend e kokës. Më besoni.
Madje këtu kuptohet që edhe forma jo e shqipes vjen nga auk e greqishtes. Jo ja është në Shqip, auk e ja është në greqishten e vjetër. Ka që ngjashme është shqipja me greqishten. Është për të luajtur nga mënd të kokës. Pra është bashkuar forma e ja plus forma ajo që e Homerit, ho, që është bërë o në greqishten moderne me dukurin e psilosis ose zhveshjes, dhe nga gjuha e kësaj mësueses Aleksandres, që ajo thoshte gjithmonë ja ti, ja pse. E kuptova që ja është forma e greqishtes në gjuhën e arbreshëve dhe në Shqip, një lloj. Por nuk e dija që kjo pjesa e dytë o vjen nga gjuha e Homerit. Këtë s'ma priste mendja kur. Të dashur shqiptar, nuk e di. Cila është arsyeja e kësaj shkëndije? Ndoshta dua të kthehem në Shqipëri me çdo kusht. Ndoshta. Diçka ka ndodhur në mendjen time, diçka e bukur, një shkëndi, një rufe. Karoj në rufe, janë në kokë. Por një rufe e mirë, jo e keqe, pak elektricitet. Dhe e gjeta nga kjo mësuesja greke që po shpjegonte ja ti, që do thot ja pse, dhe kuptova që kjo është ja, është shqipes, ja pse, ja ti në greqisht. Pastaj ajo përdor shpesh. Ja o ti, do me thënë, ja ajo që. Ta shikojmë bashkë një shembull të ngjashëm. Tani të gjithë shqiptarët që dinë greqisht do e kuptojnë menjëherë se për sa i bëhet fjalë. Pra unë pyes inteligjencën kompjuterike, a mund të ma shpjegosh këtë fjali në greqisht? Mu milise ja oti sinefi, që do të thot paka shumë që ajo foli gjërë gjatë për atë që ndodhi. Dhe ja o, si që shikoni, është përngjitja e pjesës thirrore ja, e greqishtes së lashtë, plus kjo është forma homerishte e neutrit në greqisht, o, që ka qenë ho, si që thash po sipër. Është përngjitur gjuha e Homerit dhe gjuha greke. Këtë nuk e thot inteligjenca kompjuterike, por e kuptova vetë. Jam kaq i mençur. E kuptova se çfarë ka ndodhur. Pra Qerem Çabej nuk e dinte që kjo është forma neutrit të Homerit. Nuk ja merrte mendja as atij, as Majrit, as Pedersenit, as Joklit, as njeriu në botë përveç meje. Sepse nuk e besonin dhe po ta shikonin gjë të tillë. Është e pamundur ta besosh. Është e pamundur ta imagjinosh që në greqisht është bashkuar dialekti atikës dhe dialekti epik. Kjo ka hyrë në gjuhën e Gjirokastrës dhe është në shqipen e sotme. Nuk ta merr mendja. Vetëm kur shikon disa burime të ndryshme historike bindesh. Pra mua më ka shkuar ndërmend. Është kafja, me siguri. Kafe italiane. Këtë film do e shikoj vetë disa herë se nuk e besoj çfarë kam gjetur. Nuk të shkon mendja në botë. Ju shikoni, mos i shikoni, është puna juaj. Unë habite me veten time si e kam bërë unë këtë zbulim. Nuk ka mundësi. I faleminderit të dashur shqiptar dhe i dashurit ti. I them vetes time, në filma të tjerë dhe shikoj këtë film të bindesh se sa i mençur je.